Eduard Kukan e nisi herët ditën e punës. Negociatat me krerët e politikës shqiptare për të kthyer opozitën në parlament, eurodeputeti i zgjedhur për të përfaqësuar të djathtë e Parlamentit Evropian, i filloi duke i shtrënguar dorën në 8 të mëngjesit kreu të demokratëve Lulzim Basha. Kur ende nuk ishte dëgjuar palën tjetër, e vetmja gjë që mund të deklaronte Kukan kishte të bënte me rëndësinë që i jep Brukseli dialogut politik për të ardhmen europiane të vendit. I came to continue the work which was started by Mr. Fleckenstein, Unë erdha për të vazhduar bisedimet që u nisën nga Fleckenstein, kolegu nga Parlamenti Evropian, dhe kam takime me liderët politik, me qëllimin për të arritur një dialog politik në Shqipëri, gjë që është shumë e rëndësishme për vendin në vazhdimin e procedurave për rrugën drejt Evropës në mënyrë të suksesshme. Kjo është ajo çfarë po bëj tani. Jam në kontakt të vazhdueshëm me Fleckenstein, pasi duam të veprojmë dorë më dorë me shpresën për të pasur një rezultat e për t'i dhënë fund këtij ngërçi. Edi Rama nuk pranoi kamerat dhe zyra e shtypit e kryeministrit heshti mbi takimin që kreu i qeverisë zhvilloi me Kukan. Shpresat e opozitës për një marrëveshje formale me mazhorancën i sfumoi Ilir Meta, pasi përcolli eurodeputeti negociator, kreu i parlamentit i quajti të plotësuara të gjitha kërkesat e opozitës. Unë besoj se janë plotësuar të gjitha kërkesat e opozitës, pra kërkesat kryesore të saj, dhe çdo kërkesë e cila synon një funksionim më demokratik, më transparent të kuvendit, ka qenë dhe mbetet gjithmonë e mirëpritur dhe ne jemi të vendosur për transparencë për gjithë përfshirje. Ndryshe nga historia e ngërçeve të politikës shqiptare, këtë herë mazhoranca e majt nuk e ka me qejf të firmosë një marrëveshje me palën tjetër. Vetë prezenca e eurodeputetëve sipas Metës është garanci e marrëveshjes mes palëve. Fakti që ne kemi tashmë një angazhim të dy eurodeputetëve të njohur, të zotit Fleckenstein dhe të zotit Kukan, tregon se ka një vëmendje ndërkombëtare për të mbështetur rivendosjen e dialogut politik në vendin tonë, dhe unë shpresoj që ky angazhim i zotit Kukan dhe zotit Fleckenstein të jetë i suksesshëm, sepse kjo është në radhë parë mjaft pozitive për politikën tonë. Kështu kryeparlamentari e kaloi topin në fushën e demokratëve, duke u lënë atyre zgjedhjen. Kjo është një pyetje që i takon më shumë për të përgjigjur zoti Paloka, fjala vjen, me sekretari i grupit parlamentar, sepse nuk mund të marrë përsipër të flasë në emër të opozitës. Megjithatë, opozita shumë e mirëpritur në çdo moment për të përmbushur rolin e saj dhe funksionet e saj në parlament. Dhe unë do të shpresoja shumë që kjo gjë të ndodhte para Krishtlindjeve. Sipas Metës, ka ardhur koha që politika shqiptare të ndahet nga fryma e bojkotit dhe konflikteve për të ndërtuar traditën e një demokracie funksionale.